udhëzim urgjent për provimin hyrës të mjekësisë dhe provimin hyrës të arkitekturës. Të gjithë maturantët që duan të konkurrojnë për këto dy degë duhet të ndjekin këto hapa. Si fillim për provimin hyrës të arkitekturës, ju duhet të zgjidhni një nga 3 degët ose edhe të 3 degët, si të doni ju, që Fakulteti i Arkitekturës pranë Universitetit Politeknik ofron gjatë hedhjes së 1 deri në 10 preferencave në portalin U-Albania. Pasi të keni hedhur preferencat, keni kohë në intervalin 27 me 30 korrik për të shkarkuar faturën e konkursit të arkitekturës, për ta paguar atë në një nga filialet e postës shqiptare ose bankave në të njëjtën formë që keni paguar edhe faturën e aplikimit universitar dhe më pas ta ngarkoni faturën pranë i-Albania. E përsëris, i-Albania, jo U-Albania. Fatura kushton 3.500 lekë të reja. Më prisni të shpjegoj dhe për aplikantët e mjekësisë dhe do ju udhëzoj në këtë video se ku e merrni faturën dhe në cilin shërbim në i-Albania do e ngarkoni. Për ju që do hidhni mjekësinë e përgjithshme, edhe ju do të shkarkoni faturën e konkursit mjekësisë, por si fillim duhet të hidhni mjekësinë e përgjithshme si një nga 10 preferencat tuaja pranë aplikimit universitar në U-Albania. Ju duhet të paguani faturën e konkursit brenda intervalit 6 me 10 gusht. Dhe për këtë provim fatura paguhet gjithashtu në një filial të postës shqiptare ose në një bankë. Fatura për provimin hyrës të mjekësisë kushton 5.000 lekë të reja. Për të shkarkuar faturën, mund të hapni portalin ton online në web, pra duke hyrë tek portali studentor.al, ta ulni faqen poshtë në seksionin aplikimi universitar 2026 dhe të hapni këtë postim këtu. Këtu mund të gjeni faturat që duhet të shkarkoni për provimin hyrës të mjekësisë ose të arkitekturës. Ju rekomandojmë të shkoni pranë një kancelarie, të hapni website-in ton, të shkarkoni faturën dhe më pas ta printoni atje. Më pas, pasi ta keni paguar, do merrni mandat pagesën që ju jep posta ose banka. Do shkoni përsëri në një kancelari për ta skanuar dhe për ta marrë në format PDF dhe do hyni në i-Albania. Në datat 27 deri 30 korrik për arkitekturën ose në datat 6 me 10 gusht për mjekësinë e përgjithshme. Do hapni shërbimin aplikim për provimin e pranimit në universitet, do e ulni faqen poshtë dhe do shtypni tek përdor. Në këtë moment do ju hapet formulari për të aplikuar, ku do plotësoni të dhënat tuaja dhe do të ngarkoni mandat pagesën në format PDF. Mandat pagesën duhet ta ruani që ta tregoni edhe kur të paraqiteni për provimet hyrëse. Pasi ta keni kryer aplikimin me sukses, ju jeni gati për të marrë pjesë në provimet hyrëse. Siç e kemi thënë, provimi i hyrjes së arkitekturës do zhvillohet në datën 19 gusht pranë Pallatit të Kongreseve në Tiranë, ndërsa provimi i hyrjes së mjekësisë do të zhvillohet në intervalin 17 me 21 gusht pranë QSHA në Tiranë. Mos u bëni merak se do ju informojmë sapo të publikohen informacione të mëtejshme. Shpresoj ta keni kuptuar të gjithë procesin. Faleminderit dhe suksese!